Sot jemi për herë të parë në një Mektrin Open Day. Këtu ka shumë marka, modele makinash, ka shumë njerëz që mund të takosh, kështu që e jani, t'ju tregojmë nga afër. Open Day në Mektrin nuk është thjesht ekspozim makinash, është ditë komuniteti. Vjen, takohesh, provon dhe sheh nga afër çfarë ofrojnë makinat e ndryshme. Gama është për çdo shije, SUV familjare, modele premium dhe alternativa elektrike dhe hibride, gjithmonë me fokus te dizajni, teknologjia dhe tek komoditeti. Pa barbecue, s'ka event. Open Day është për të kaluar një ditë të bukur dhe jo vetëm për të parë makina. Dhe pjesa më e mirë, njerëzit flasin vetë. Unë kam modelin e vjetër të 2025-ës, po me ndryshimet që po shikoj sot, jam interesuar që të marrë 2026-ën. Pas një test drive të Lamborghini Urus, kuptova që kjo makinë nuk ka shumë nevojë për reklam, është simboli fjalës reklam, është një bishë vërtet. Gjithmonë kam pëlqyer një range, por gjëja që do veçoja është fuqia që ka, komoditeti dhe interiori. Kjo ishte dita jonë në Mektrin Open Day. Takuam njerëz të rinj, bëm barbecue dhe mbi të gjitha provuam shumë modele makinash.